Futbolli italian në zi ndahet nga jeta mësuesi Allegrit, bëri legjendë dhe ish trajnerin e Tiranës. Futbolli italian në zi, pasi është mësuar se është ndarë nga jeta në moshën 84 vjeç, Giovanni Galeone, si pasojë një sëmundje të rëndë. I njohur si një nga trajnerët më të orientuar drejt futbollit sulmues, ai bëri emër sidomos në vitet 80-90. Galeone bëri emër me sukseset e tij më shumë duke ngjitur skuadra nga Seria B në Serie A, pasi ja doli 2 herë me Pescarën si dhe 1 herë me Udinezen dhe Perugian. Në kompaninë e tij ka dhe ekipe të tjera me emër, mes të tjerash Napoli, Como dhe Spal. Për shumë kënd ai ka qenë një mësues i mirëfillt i filozofisë në Itali. Ndërsa Allegri vet, Massimiliano e sulmon ato si një nga personat që ka marrë frymëzim në këto vende, edhe për zbulimin e tyre janë të shumë futbollistë të rinj. Allegri është një prej tyre, ashtu si Kasperini, Gattuso apo edhe ish trajneri i Tiranës Blaž Sliskovic, i cili u kthye në një legjendë në vitet e tij të Pescarës në drejtimin e Galeones.